Nderuar shikues, mirëmbrëma, jemi këtu në podcastin e Lirisë në Okult, në rubrikën e gjeopolitikës. Jam me mikun tim Kastriot Shqipin të përhershmin për të diskutuar në mënyrë spontane për ngjarjet e ndryshme që kanë ndodhur në botë këto ditë. Dëshiroj para se të fillojmë t'i kujtoj të gjithë ndjekësit tanë që ende nuk janë bërë abonent kanalit tonë të abonohen duke bërë subscribe. Duhet kujtoj që ne kemi dhe një gazetë website në Google, të cilin mund të kërkoni në adresin që paraqitet tu në ekran ton, okult.org, dhe duhet të falenderoj dhe sponsorët e emisionit ton, të cilët janë të përzgjedhur për të ofruar malla dhe shërbime për publikun, dhe mjafton të googloni emrin e tyre dhe menjëherë të gjeni pikat e kontaktit për të komunikuar me ta. Dëshiroj t'i kujtoj të gjithë ata që duan ta shikojnë emisionin me titra në një gjuhë të caktuar në shqip ose në gjuhë tjera, tashmë këtë mundësi e ofron YouTube dhe me videot shqip. Gjithashtu dëshiroj t'i kujtoj të gjithë ata që duan të lexojnë libra serioz dhe që nuk shkojnë në përputhje me teoritë zyrtare, pra ata që quhen autor konspiracionist, po në fakt janë te konspiracionist, mund t'i lexoni, t'i ndiqni në shtëpinë time botuese Helga Secrets, të cilët mund t'i gjeni në faqen e Instagramit Helga Secrets dhe të porositni aty nëse keni nevojë për libra, por edhe në gazetën okult.org gjeni librat dhe pikat e kontaktit, por njëkohësisht i gjeni në libraritë e mëdha të qytetit të Tiranës, sidomos në Adrian. Mirë, fillojmë pa humbur kohë bisedën me Kastriotin. Kastriot, shumë ngjarje kanë ndodhur këto kohë, bota është si një kazan, si një llavë e madhe që vazhdimisht zjen dhe çdo ditë prodhon ngjarje të jashtëzakonshme. Jemi duke jetuar në një periudhë të jashtëzakonshme mbas një periudhe sa i bie 70 vjeçare qetësie mbas luftës së dytë botërore, relativisht të qetë sepse ka pasur probleme në zona të veçanta. Dje është goditur domethënë nga këta youthit e kanë marrë përsipër përgjegjësinë e goditjes me raketë duke çarë ato sistemet mbrojtëse shumë të kushtueshme amerikane dhe izraelite, dhe duke rënë afër një aeroporti të rëndësishëm kryesor në Izrael, duke shkaktuar dhe dëme me një krater të madh që ka hapur shumë afër linjës ku punonin. Nuk kam parë ato videot ku lëviznin pasagerët në ato terminalet. Si e shikon pas goditjeve një mujore që Shtetet e Bashkuara ju kanë dhënë youthit, ata përsëri vazhdojnë të godasin në det anijet amerikane dhe anijet izraelite dhe britanike dhe anijet të tjera që ata e konsiderojnë mbështetëse për genocidin që po bëhet ndaj popullit palestinez në Gaza. Si e shpjegoni këtë luftë me proxy e quajnë këta që e zhvillon Irani, dhe që youthit megjithëse kanë pasur goditje të tmerrshme nga aviacioni amerikan, përsëri po vazhdojnë të godasin Izraelin, madje kanë kërcënuar edhe në Burkina Faso, që ka pasur një tendencë për një grushteti ndaj atij Traores, i cili konsiderohet një udhëheqës shumë popullor, ka ardhur një kapiten. Ka pasur alternativë për grushteti në Burkina Faso? Nga kush? Nga shërbimet sekrete franceze dhe amerikane. Kështu i ka përcaktuar Traore. Po thua për një gjë të freskët, se për atë ka kohë që punat për ta vrarë, i kanë mbijetuar shumë atentateve. Po, i ka mbijetuar 12 atentateve, mos gaboj, po kjo ka më pak se një javë. Dhe jo, nuk e di. Këta të Jemenit kanë deklaruar që do ta godasim dhe Jemenin nëse bie Traorea. Do ta godasim dhe Jemenin, duke pasur parasysh sa larg është Burkina Faso. Burkina Faso është gati për lindje. Po thua kanë deklaruar që godasin edhe Burkina Faso nëse bie Traore. Po, nëse këta fuqisët e rrëzojnë Traoren, ne do ta godasim, kanë thënë në atë kryeqytetin. Unë nuk jam ekspert ushtarak edhe nuk di ta komentoj me këtë të Izraelit. S'di ta komentoj nga ana ushtarake çfarë do të thënë ka kjo goditje. Sigurisht që tregon që sistemet mbrojtëse edhe i famshmi Iron Dome, kupola e hekur, nuk është i pagabueshëm, nuk është perfekt. Ka pasur defekte të tilla sistemi edhe në të kaluarën, edhe kur u bë sulmi masiv iranian, kujtohet, pavarësisht se është defekti i kupolës mbrojtëse apo është
është përsosmëria e raketave që përdorin këta, se mund Po nuk e di pra, kjo është pjesa që unë nuk jam ekspert i ushtrisë, nuk di të them çfarë teknologjie kanë ata që arrin të kalojnë. Çfarë mendon ti nga i marrin raketat ta? Se akuzohet Irani, po mund të jenë edhe fuqi të tjera. Po mund të jenë, nuk e di. Se nuk e di. flitet që furnizohen me raketa nga Kina nëpërmjet Iranit, Houthit. Dhe janë raketa shumë inteligjente që nuk i kap dot sistemi. Po mirë, qofse është vetëm kjo arsye pra që janë tepër inteligjente, pse vetëm një raketë? Kanë hedhur shumë. Houthit do donin ta bënin plurë hi Izraelit. Kanë hedhur dhe të tjera ata, po një pjesë i kanë kapur ata dhe një pjesë tjetër. Se edhe Irani lëshoi një bateri të tërë me raketa përpara pak kohësh, po shumë pak prej tyre arritën në tokë. Mua më duk si shfaqje më shumë se sa si. Në një kuptim po, shumë vetë thanë që ishte një shfaqje që Irani thjesht donte të shpëtonte fytyrën e vet përpara elektoratit vet, edhe madje e ka njoftuar Izraelin që do ketë një goditje, po flota aerore britanike, amerikane dhe franceze ishin në ajër, se ka mbrojtur vetëm sistemi i mbrojtjes raketore që ka në tokë, pjesa më e madhe janë goditur në ajër. Po nga pikpamja e prestigjit do dëmtoi Izraelin, sepse u bë e qartë që pa mbrojtjen e Francës, të Britanisë, të Amerikës, Izraeli nuk reziston dot. Asnjë sulmi nga jashtë. Se luan të fortin e lagjes. Kam filluar shumë arrogant, shumë njerëz të largohen nga Izraeli mbas këtyre ngjarjeve, mbas goditjeve me raketa, dhe shumë njerëz e ndjen veten të pasigurt. Mos fryt ndonjëherë që sepse ka dhe ato problemet e brendshme me opozitën, Netanyahu ka akuzat ndërkombëtare si kriminal lufte nga gjykatat ndërkombëtare. Netanyahu prap duket sikur e kanë kontroll situatën. Mos është Izraeli në prag të një lufte civile, si e mendon? Nuk e besoj këtë gjë, sepse ajo që shoh në terren është që përveç kryeministrit, presidentit, shumicës parlamentare, gjitha këtyre partive që janë njëra më ekstremiste se tjetra, se s'është vetëm Netanyahu problemi, se ai iku Netanyahu, nëse vjen një i llojit të Itamar Ben Gvirit, do jetë njësoj, në mos për keq. Kam përshtypjen që ajo shoqëri është indoktrinuar thellë për një kohë shumë të gjatë, në mënyrë sistematike të mirë menduar, dhe njerëzit që mendojnë si unë si ti në Izrael janë shumë pak. Më shumë protesta ka nga çifutut që jetojnë në diasporë, ka shumë më tepër prej tyre që janë kundër sionizmit. Janë antisionist, madje ka edhe shumë rabin që janë antisionistë të përbetuar dhe thonë që është një turp edhe një krim ndaj nesh sionizmi, edhe ndaj nesh si çifut, sepse po na fut në konflikt me gjithë botën. Kurse brenda në Izrael mos ngatroni thotë çifutërin me sionizmin. Brenda në Izrael është shoh pozitë shumë të dobët. Është pak a shumë si me Serbinë. Domethënë partitë serbe mund të jenë konkurrente të forta njëra me tjetrën. Lider të saktuar mund ta urrejnë njëri tjetrin, po për të marrë karrikën, po kur vjen puna për Kosovën, 90% e serbëve mendojnë njësoj. Tjetër gjë se goditet her pas here të bëjnë të lëkundesh në qëndrim të bësh më pak radikal sepse do të ruash lëkurën tënde. Për shembull, unë dje pash në një emision në një nga kanalet italiane, një reportazh nga Kievi dhe ishin lejuar për herë të parë nga dëshmitë e qytetarëve të Kievit, qytetarëve e Ukrainës, ishin lejuar disa deklarata të tipit më mirë ta kishin marrë Krimen që në 2022-shin të mos kishin vdekur kaq njerëz. Deri dje kjo nuk thuaj. Çfarë duhet të them me këtë? Pas 3 vjetësh bombardim, ti mund të ndrosh mendim sepse nuk do gjakun, nuk do shkatërrimin, nuk do të prishet shtëpia jote. Po jo se ke qenë për paqe në start. Sa ta nuk thoshin për shembull që Krimea s'është e jona, siç nuk thon serbët që Kosova nuk është e jona. E njëjta gjë më duket mua edhe në Izrael. Edhe ato partia opozitare në Izrael që luftojnë fort kundër Netanyahu, duan Netanyahu në burg për korrupsion, jo për gjenocid. Për gjenocid ato e akuzojnë vetëm një grup shumë i vogël deputetësh, 3-4 vet, që janë të partive që këta i quajnë radikale, është një parti e arabëve, është një parti komuniste. Njëri prej tyre, s'po e kujtoj emrin tani, një nga këta deputetët i vetmi është ai komunist e nxjerrin her pas here zvarr nga parlamenti sa herë flet në konsetin ai shëndosh. Kështu që nuk shoh se si mund të bjerë Netanyahu, ndërkohë që ka mbështetjen e Trump fatkeqësisht dhe për turp të Trump, duhet thënë edhe kjo se
ti je pro Trump nuk duhet të thotë që ti je dakord me çdo gjë që bën Trump. Fatkeqësisht ka dhe mbështetjen e gjerë të vendeve kryesore të Bashkimit Evropian. Po, me që më përmendë serbët kastriot, se kisha ndërmend ta bëja këtë pyetje pak më vonë, po e bëjmë që tash. Vučići ishte në Shtetet e Bashkuara dhe në këto rrjetet sociale kishin njoftuar që do bënte 2 takime private me presidentin Trump në Mar-a-Lago, në vilën e tij, brenda 3-4 ditëve më duket, do bënte 2 takime. Mirë po, presidenti Trump nuk e priti as në Shtëpinë e Bardhit ose jo, po as në Mar-a-Lago dhe Vučić deklaroi që kam qenë i smur dhe s'kam patur mundësi ta takonja dhe u kthye në Serbi. Tashi me këtë jam i smur, mos ka ndërmend që të justifikoj dhe mos shkuarjen më 9 maj në Moskë për festimet sepse ishte deklaruar që do të shkonte ai dhe Ficoja. Unë nuk e dija do të shkoj, por nëse nuk shkon do jetë peshë e madhe për të. Po pse? Peshë e madhe sepse Rusia pavarësisht se mund ta përdor Kosovën si monedhë shkëmbimi në raport me Krimen, prapë mbetet një investitor i fuqishëm në Serbi, mbështetës i fuqishëm i ushtrisë serbe, pavarësisht se ata flirtojnë dhe me NATO-n, bën dhe servitet përbashkëta me NATO-n, dhe në planin politiko-diplomatik Rusia mbetet avokati më i madh i Serbisë. Unë uroj ta bëj, të mos shkoj. Unë uroj që të ketë një prishje të aleancës ruso-serbe, sepse vetëm kështu fitojnë shqiptarët. Ndoshta u mbasin të mund. Unë them që fitojnë, sepse Krimea tashmë po shkon drejt njohjes. Se Rusia mund të shkatërrohet për 2-3 vjet nga Evropa. Dhe unë nuk e besoj këtë gjë. Dhe bashkë me ta do bjerë në gremin dhe Serbia dhe kjo është një gjë e mirë për shqiptar. Kurse unë mendoj që të bjerë Serbia në grop, po jo Rusia, me Rusinë ne nuk kemi asnjë problem në momentin që Rusia shkëmben njohjen e Kosovës me njohjen e Krimes. Jo, stashun që është dëshira jonë kjo. Unë po pe analizë, po them që Rusia mund të bjerë për 2-3 vjet. Dakord, po a je dakord me mua që është momenti që të shkëmbehet njohja e Krimes me njohjen e Kosovës? Kjo do të ishte një gjë shumë mirë. Sepse SBA-t kanë deklaruar që do ta njohin Krimen. Ne na intereson. Nuk e njeh Ukraina, por në madhe forcë se njeh Ukraina. Moral politik, kështu real politik, jo moral politik. Pra, ne na duhet një antar i Këshillit të Sigurimit, siç është Rusia, na duhet na duhet në krahun ton. Siç na duhet edhe Kina. Pastaj u prish me Serbinë. Jo, pyetja ime tjetër është kjo, sepse ta futim bisedën në një rreth. Dihet që Vučići së bashku me Edi Ramën kanë qenë dhe të tjerë, po këta të dy kanë sfikatur shumë këto 10 vjet të fundit, si 2 liderat përkatës së Serbisë dhe Shqipërisë, miq të Sorosit dhe siç i ka përcaktuar Victoria Nuland, këta udhëheqësit kryesor të Ballkanit Perëndimor, janë ca njerëz që shikojnë vetëm interesin e tyre të vogël, ka thënë, dhe për interesat e tyre personale nuk e kanë problem të shesin interesat kombëtare. Dhe duke qenë të profilizuar në këtë mënyrë, që unë mendoj që ka qenë shumë e sakta në këtë që ka thënë, këta u bën një smenet më të mëdhenj të Ballkanit, të agjendave anti-njerëzore, anti-humane të majtës dhe sidomos të majës së tikës të majtës që e shoqëria Soros, ku Edi Rama ka qenë pjesëtar i punësuar i bashkë me një grup miq të tjerë. Ka qenë antar bordi. Po, antar bordi. Dhe njëkohësisht dhe Velia si domethënë sekretari një nisme të një shoqate mjaft që u financua dhe u sponsorizua nga Sorosi, dhe dihet që Trump është në një luftë për jetë vdekje me sorosianët, por duke përjashtuar Vučićin, nuk besoj që mund të pranohet Rama prej administratës amerikane, sepse këta kanë 2 veçori, po dhe 2 ngjashmëri të përafërta me njëri tjetrin në raport me Trumpin. Vučići në fakt është në avans që mund të kishte kredenciale më të forta ke Trumpi, duke qenë se ju bëri thirrje serbëve të Amerikës që të votonin presidentin Trump dhe jo Kamala Harrisin. Dhe ky është një avantazh. Përveç saj, ai një lloj si Rama që i ofroi Sazanin sekserve të familjes së Trumpit, ky ju premtoi bizneset tjera djalit të Trumpit, e thiri dhe atje, ftovi dhe mbasi fitoi Trumpi, që nuk e kanë bërë me Ramën, s'kan ardhur mbas fitores Trumpit.
Pra, ky ka pasur disa kredenciale më të besueshme, më të fuqishme ndaj afrimit me presidentin Trump në krahasim me Ramën. Rama, mbas ardhjes së Trumpit, nuk është ndjerë fare, nuk i ka dhënë asnjë mbështetje, nuk ka dalë asnjë përfaqësues i Shteteve të Bashkuara të mbështesin Ramën, ka pasur një tendencë të vogël nga ana e Grenelit që të mbështeteshë Rama për fushat, por me sa duket ndërhyrja e Lacivitës pranë shtabit të njerëzve të Trumpit ka ndikuar që ai të tërhiqeshe nga ky akt, nga ky veprim. Dhe këta e ka mbështetur dhe djali i Trumpit, i cili ka mbështetur Grenellin në këtë distancim ndaj Ramës, duke i ripostuar postimet e tij ku ai distancuar edhe ndaj një postimi të Syrit. Po, të Alfred Lelës. Po. Dhe në këtë kuptim prandaj të pyeta për Vučićin. Për Shqipërinë është një gjë e mirë që ky nuk pranohet në takime me Trumpin, sepse ne jemi akoma me çështje të forta, të pazgjidhura me lidhje me Kosovën, me serbët, dhe një afrimi Vučićit dhe miqësi personale mbi të cilën e mbështet Trumpi mbi marrëdhëniet personale dhe marrëdhëniet diplomatike, ky do të ishte një augur i keq, domethënë për ne shqiptarët dhe për kosovarët, pra nuk do të ishte një gjë e mirë, më mirë të shprehesha. Dhe njëkohësisht është një augur i mirë i nënkuptuar, siç e thash për Ramën, që ata nuk janë, kurse janë me Vučićin, nuk janë as me Ramën, jo, për arsyet që i shpjegova, dhe kjo është një gjë e mirë, sepse në Shqipëri administrata është bërë kënet, sot ka në radhë të parë nevojë për ndryshim në Shqipëri. Si thua ti, do hiq statusin non grata brenda javës? Se për pak ditë kemi zgjedhjet. Këtë nuk e di, s'mund ta them. Më shumë prirem të besoj që nuk do hiqet. Prirem ta besoj, por çfarë nuk ndodh? Po kjo tregon nëse nuk hiqet, domethënë Shqipëria nuk ka peshë fare dhe opozita s'ka peshë fare. Po, sepse në një sakrileq, në një sakrificë e madhe për Shtëpinë e Bardhë nuk është që ta heq. Non gratën. Atë nuk dua ty në këtë bisedë sepse nuk ja blen se jemi mbledhur për këtë, por do ta them me një fjali. Shtëpia e Bardhë kur merr një vendim, do që të duket serioze deri në fund, se po i bën këto kalamallëqe njëri e vet, tjetri e heq, pastaj u mbet serioziteti, por ata mund të bënin ndonjë lloj deklarate tjetër që Berisha është përndjekur prej Sorosianëve, siç u përndoq dhe Trumpin në senator dhe deputet kongresmen të thjeshtë e kanë thënë. Ndryshe kur e thot një përfaqësues i administratës, një njeri këtu në ambasadë. Liz Zeldin dhe të tjerë kanë folur me të madhe, kanë përdorur si shembull madje. Po mirë, deputetët kanë qendrime personale, nuk kanë. Po, sigurisht janë qendrimet e tyre. Po. Mirë, Kastriot, ishte mirë që bëm këtë bashkëbisedim për këtë çështje, për të dhënë një opinionin ton, një mendimin ton dhe për të hapur një dritare logjike për të dhe njerëzit që të fillojnë të arsyetojnë dhe të mendojnë mirë para se të votojnë. Desha të bisedonim pak në lidhje me kanë ndodhur 2 palëzgjedhje që janë një tregues i madh. Jo, këto kryesore do analizojmë. Kanada, Australi, Rumani, Britani. Kanada dështuar nacionalistët, erdhi ai. Jo, si janë nacionalist. Si janë nacionalist. Kush nuk janë nacionalist? Ata që quajnë veten konservatorë. Opozita. Po. Nacionalistët janë në periferi, janë në minorancë të papërfillshme Mirë, edhe këta opozita kryesore kanë tendenca pro-trumpiste dhe akuzat që i ka bërë Carney gjithmonë opozitës kryesore. Po mirë, Carney e përdori, po ata nuk janë trumpistë. Ata janë neokonservatorë. Mirë, ai që është trumpist i vërtet, diskutonim shumë Partia Popullore e Kanadas s'ka marrë fare votë. Për Anglinë, zgjedhjet e pjesme lokale ku ky Farage doli forse parë, më duket. Po, politike. Konservatorët të katërtët. Po, dhe konservatorët tradicionalistë kanë dalë Parti e Katër, që tregon që britanikët kanë filluar të zgjohen dhe të ndajnë gënjeshtër nga realiteti, fillojnë ty në drejt realitetit. Dhe njëkohësisht unë dëshiroja të flisja edhe për zgjedhjet e para, të raundit të parë për president në Rumani, ku një kandidat, si quhet ky Simeon, ky fitoi 41% të votave dhe është larguar nga
nga zgjedhjet është larguar prej gjykatës, vendimeve të gjykatave, Kalin Georgievski, i cili ka përshkruar, ka bërë thirrje votuesve të vet të votojnë për Simeonin. Dhe tash do të ketë një raund të dytë pas 2 javësh. Pas 2 javësh, më 18 maj, kush do marrë mbi 50% të votave, dhe sigurisht që i favorizuar duket Simeoni. Dhe ky ka thënë që do të vendosë kryeministër pas fitores, do të Kalin Georgievski, i cili ju mbyll një dritare, po zoti japi një dritare tjetër, dhe do fitojnë partitë nacionaliste, partitë që nuk i binden kabalës në Evropë, ashtu si në Hungari dhe në Slovaki, dhe kjo tendencë e nacionalistëve kundër globalistëve dhe organizatave të tyre të zaptuara nga një grusht i vogël oligarkësh botëror, siç është NATO-ja, siç është Bashkimi Evropian, të cilat u krijuan në mënyrë të logjikshme jashtë Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila do të ishte organizata që do të ishte umbrella e madhe e bashkëjetesës të gjithë kombeve, dhe ka pasur artikuj në atë krimin e Organizatës së Kombeve që nuk do të lejoheshin organizatave rajonale, sepse të gjitha do të ishin të përfaqësuara në policin ndërkombëtar që ishte organizata e kombeve. Mi po NATO u kryu Bashkimi Evropian, janë kryuar dhe organizata të tjera. Edhe në Afrikë, në Azi, në Amerikë Latine. Me kalimin e kohës që janë shkelur ato parimet e Organizatës së Kombeve, e kartës së Organizatës së Kombeve. Dhe duket që këto tendenca për të kaluar në politika nacionaliste, qoftë në ekonomi, qoftë në banking, qoftë në politikë e para, qoftë në politika tregtare me anë të masave proteksioniste ku mbrohen interesat e shteteve kombëtare, duket se po fryn kjo era e trumpizmit. Në ndryshim nga këto partitë të cilat kanë program të përbashkët të ngjashëm me Trumpin, kundër wokizmit, kundër këtyre promovimit të këtyre me tendenca anormale, seksuale, LGBT, që quhen këta, imigracioni i pakontrolluar, të paraqiteshin në pasaport të prirje seksuale, 700 prirje seksuale, 700 gjini, kur dihet që zoti 2 gjini ka caktuar mashkull dhe femër, parimi gjinis ky është mashkullori dhe femërori. Pra, në ndryshim nga këta, që të bëjmë një paralele të shkurtër në atë diskursin tënd, partia shqiptare që pretendon që është me fuqishme flas, që është PD-ja, nuk ka fare nga këto pika në program. Ne kemi thënë dherë tjetër, dhe është e turpshme që akoma këta nuk vazhdojnë të vëndtheksin. Sali Berisha duket që ka vënë mbythën në 2 karike dhe poezien koqet. Dhe si i përkthenti këto 2 palëzgjedhje, se këtu duhet të fokusohemi në Angli dhe në se ti ke bërë dhe një status në Facebook për zgjedhjet në Angli, nuk e di për këto në rumanike. Po, bërë edhe për këto të rumanisë. Nuk e kam parë, pash vetëm atë të Anglisë, dijen mos gaboj, dhe më pëlqevi komenti që kishe bërë dhe dua që ta elaborojmë këtu idenë tënde. Nigel Farage është një nga politikanët që unë respektoj më shumë, që e shoh me më shumë simpati për të gjithëve, sepse është një person besnik idealit vet, konsekuent i vendosur, që nuk ndalet përpara asgjëje në raport me atë që i ka caktuar vetes objektiv dhe ja ka deklaruar qytetarëve. Është një politikan që ka hyrë në politikë në vitin 92, i shqetësuar me traktatin e Maastrichtit, që unë nënshkrua atëherë, dhe që në këndvështrimin e tij i ngushtonte liritë të drejtat kombit britanik përballë burokratëve të Brukselit. Luftoi gjatë, krijoi një parti që ishte një parti minore, UKIP, partia e pavarësisë së Mbretërisë Bashkuar, e çoi Britaninë në referendumin e 2016-s, fitoi opsioni Brexit, dalja e Britanisë nga BE-ja, dhe ai bëri një gjë që nuk e bëjnë politikanët e tjerë. Dha dorëheqjen. Sepse tha, ky ka qenë qëllimi im madhor. Për këtë kam punuar 14 vjet, 24, e arrita do të riqem do merrem me familjen. Në momentin që elita globaliste e përfaqësuar nga tipa si Theresa May, Boris Johnson e të tjerë në Britani, tentuan ta bllokojnë de facto Brexitin, ta pamundsojnë, ai kërcënoi dhe bëri një parti të re
që e quajti Brexit Party dhe fitoi 35% të votave në zgjedhjet parlamentare të radhës. Do vi shumë shpejt tek e sotme sepse doja të bëja këtë ekspoze për të treguar çfarë lloj politikani është ky. Pra, tani ka krijuar një parti të tretë që e quhen UK Reform Party, Partia Reformatore e Mbretërisë Bashkuar. Dhe në më pak se një vit ka arritur këtë rezultat spektakolar që ka dalë partia e parë, duke lënë pas parti që kanë dominuar skenën politike britanike në 200 vjet. Është njësoj si në 12 maj, unë dhe ti të çohemi në mëngjes dhe të hapim televizorin dhe të marrim vesh që Agron Sheha i ka fituar 35% të votave të zëm, dhe Partia Socialiste është e treta, Partia Demokratike është e katërta. Kjo ka ndodhur në Britani. Dy partitë që kanë 200 vjet që ndajnë pushtetin njëra me tjetrën, dhe Bigit. Laboristët dhe ose Partia e Punës, se kështu duhet përkthyer, dhe konservatorët janë partia e tretë dhe e katërt. Çfarë mesazhi është ky për Partinë Demokratike dhe për të gjithë ato që i quajnë parti opozitare veten në Shqipëri? Kur ti ke ideale, kur ti je besnik i idealeve tua, je konsekuent, ti herët avon fiton. Është e pavërtet kjo që justifikimi i këtyre që po ç'të bëjmë ne se kemi Sorosin kundër, kemi Bruxellesin kundër. Ti e the shumë mirë karrik, Sali Berisha është ulur në dy karrike. Nga një anë thot, unë jam trumpist, dhe kapele, Merla Sivitan, pën statuse në tweet në X që quhet sot, unë dhe Trumpi jemi zgjidhja kundër Sorosit, ndërkohë këta trumpistët e tjerë nuk ka gjysmë fjalë urimi për fitoren. As për Simeon në Rumani, as për Farazhin në Britani. Për mua kjo është dilemë shumë e madhe, që do të thotë që është akoma fusha e hapur për një parti të re sovraniste në Shqipëri. Po. Mirë Kasrot, në Rumani kështu kishe ndonjë diçka tjetër? Në Rumani ka një ndryshim nga Simeoni te Georgescu. Georgescu është sulmuar në mënyrë bastarde, në mënyrë frontale, me shpifje, është përbaltur, është akuzuar si spion rus, si njeri që do të shkatërroj BE-n, që do të shkatërroj NATO-n, marr zira të kësaj natyre, vetëm gjë që ka thënë ai është rumunët vendosin për rumunët. Ky është një vend që ka nevojë për subvencione në bujqësi, se po shkatërrohet bujqësia, ka nevojë të mbrojë ekonominë kombëtare, Rumania ka naftë, nuk është vend i varfër. Ka nevojë të ndalohet largimi i njerëzve, të frenohet korrupsioni sepse është galopant dhe njerëzit kanë humbur besimin totalisht tek sistemi në Rumani. Dhe kaq. Ku është ndryshimi me George Simeonin? Simeoni në disa gjëra është më radikal se Georgescu. Simeoni kërkon rishikim të kufive të Rumanisë. Siç do të ishte deri diku varet nga mënyra se si e kërkon rishikimin e kufive. Është i ri, 37 vjeç. 38 vjeç. 38 vjeç. 6 vjet ka që ka hyrë në politikë. Ka bashkë themeluar me të tjerë këtë parti. Ishte partia e koalicionit qeveritar. Tani luftoni vetëm. Nga ana tjetër Simeoni thot, unë nuk jam për largimin e trupave amerikane nga NATO, është pro NATO-s. Nuk jemi për të dalë. Jam trumpist, thot. Po. Por Ukraina nuk ka pse merr ndihmë ekonomike nga Rumania. Vetëm për kaq është sulmuar dhe ky është shpallur ekstremi djathtë. Vetëm se thot nuk ka pse japim ndihmë Ukrainës. Për të cilën duhet të thënë se në kuadrin e rishikimit të territoreve që i kërkon për Rumaninë, cënohet edhe Ukraina. Nuk e di tani eksakt emrin e atij territori, po kërkohet një territor që sot kontrollohet nga Ukraina, përveç Moldavisë, që është midis të dyave. Dhe është shumë interesante se unë pres që gjykata kushtetuese të ndërhyjë prap edhe të përpiqet me çdo kusht të bllokojë edhe emërimin e Kalin Georgescu të kryeministër, nëse Gjorge Simeon bëhet president pas 2 javësh. Po dhe këto 2 javë njëherë kemi për të parë çuditëra, do ketë një front total kundër tij. Mediatik, diplomatik, Bruxelli do hidhet i gjithë në terren. Ky numri 2 për president kishte shumë pak, 21-22%. Kështu që është e vështirë që ai të rritet 30. Janë 2 në atë pozitë. I dytë dhe i treti janë aty rrotull 20-21%. Po. Kështu që ndares Rumania nga ajo anë. Kështu që mendoj që kjo është e mbyllur, zgjedhjet janë të mbyllura. Mendoj unë, do ta shikojmë, do ta tregoj. Ndërkohë besoj që duhet të themi një fjalë për atë që ndodhi në Gjermani. Po, ndalimi i shpallja nuk është ndaluar, po shpallja ekstremiste. Po, dhe shërbimet sekrete kanë deklaruar për mbylljen shërbimet sekrete gjermane. Ka pasur
postime nga zëvendës presidenti Vance në lidhje duke dënuar këtë veprim dhe është e çuditshme se si mund të përpiqen të ndalojnë këtë parti e cila e quajnë naziste, por në fakt s'ka asnjë deklaratë për tyre as gjikundi pro Hitlerit. Ka një kryetare lesbike që jeton në Zvicër që gruan apo burrin partnerin e ka të një Çifut. Jo, more është lesbikët e ka një Po pra lesbike me ngjyrë. Çifut. Gjuish. Unë kështu e di. Okej, nuk e di unë. Dhe flasim pak edhe për ke marrë vesh Kastriot që një anije luftarake shumë e madhe britanike e shoqëruar me shumë anije tjera evropiane me 6 ose 7 fregata norvegjeze, franceze, spanjolle kryesisht që shoqërojnë këtë super anije gjigande që nuk e di fare. Konsiderohet një nga më të mëdha në botë. Ka dalë në detin e Kinës jugore dhe po kërcënon Kinën e cila bën stërvitje pranë Tajvanit duke bllokuar ujërat ndërkombëtare midis Tajvanit dhe Kinës. Dhe britanikët me këtë nisje të këtyre skifterave të luftës, ashtu si në 2 luftrat e opiumit, ku francezët dhe britanikët shkatruan perandorin kines në 2 luftrat e opiumit, 1840 dhe 1860, dhe dogjen dhe pallatin e Dimrit të tij, një nga kryeveprat botërore, kanë botuar ke librat e mi të Helga Sykrit me titullin Luftrat e opiumit, ku është një libër shumë i rëndësishëm në gjuhën shqip që duhet lexuar nga të gjithë ata që duan të kuptojnë se si u bë Anglia fuqi e madhe botërore, me duke shitur opium të kinezët, nga shoqëria indive lindore, si quhej, që është baza e Komitetit 300 sot, familjet e tyre. Dhe në të njëjtën mënyrë, me të njëjtën frymë të asaj kohe të Anglisë perandorake, të Britanisë së madhe, janë shprehur se do të përleshemi dhem për dhem me Kinën që të liroj rrugët ndërkombëtare. Ne vim në emër të ligjit, në emër të rregulloreve të OKB-s dhe nuk do ta lejojmë Kinën të bëjë detin e Kinës jugore liçen të Kinës. Në duket që Anglia ka të drejtë, sepse Kina nuk mund të provokojë gjithë popujt e rajonit duke kapur me forcë gjithë ato territore të mëdha. Anglia që të drejtë ka të përcaktojë se çfarë duhet ndodhë nazi? Po, ka të drejtë në forcë. Okej, po ndoshta ka drejtë edhe Kina atëherë. Drejtë në forcë. Sigurisht, me forcë do të ta shohim cili është më i fortë. Dhe Britania është shprehur që do të përleshemi dhem për dhem duke mos e lejuar Kinën. Ndërkohë unë mendoja që por në këtë rast Britania më duket si Izraeli, që bëhet trim se ka SBA nga mbrapa. Nuk bën dot Britania luftë me Kinën, nëse nuk hyn SBA. Nuk ka asnjë të Shtetet Bashkuara aty. Domethënë janë vetëm Jo, dakor, po mund të jetë lojë e gjitha, po unë nuk e besoj se Britania e vetme mund të bëjë ballë Kinës. Pa SBA nuk ka koalicion që reziston Kinës. Po për këtë po të pyes. Domethënë çfarë mendon ti? Mund të ketë një konflikt midis Evropës dhe Kinës në këtë rast? Konflikt armatosur nuk e besoj se bashkuara pra NATO-s së sotme. Deri tek përballja ushtarake nuk e besoj se do shkojmë. Besoj që do të ketë një zgjidhje. Njëra palë do të rriqet, sepse Kina e konsideron detin e saj, ka ngritur disa ishuj artificiale. Po gjithë puna është e Tajvani, se në vetvete deti nuk është. Shiko çfarë bëhet. Kastriot, këta ligji ndërkombëtar është që 13 kilometra nga uji, nga toka, ujin e ka toka. Më përpara kur ishte Britania superfuqi botërore, ishte e kundërta. Kush kishte ujin, kishte drejt merrte 13 kilometra në tokë. Dhe kjo favorizonte Britaninë për të ngritur porte, sepse ujin e zotëronte Britania me flotën e saj. Ligj force ka qenë. Po, kurse tash është bërë admiraliati i tokës, që quhet, jo i ujit, dhe kush ka tokën ka drejt të ketë sovranitet në 13 kilometra në ujërat territoriale që rrethojnë kufijtë e tyre, dhe ky është një ligj mi drejt admiraliatit tokës. Dhe tashi
për të siguruar të 13 kilometrshin këta kanë ndërtuar ishuj artificial kinez, çdo 12 milje kanë ndërtuar ishuj artificial dhe thonë këto ishujt janë tonat. Dhe ujrat në mes të këtyre ishujve janë tonat, sepse duhet të ketë 26 kilometro, 26 milje larg njëri tjetrit, çfarë ka mbi 26 milje? I bie që ti deti mbyllur. Kupton? Pra këta kanë ndërtuar 25 milje larg njëri tjetrit, për shembull, ose 24 milje, ishuj artificial, kanë ngritur dhe porte, edhe thonë tash që këtu në mes nuk kalon dot asnjëri sepse sipas ligjit ndërkombëtar 13 i ka ky ishull i këtej dhe 13 ky këtej 26 ne jemi 25. Kështu që këtu quhet deti mbyllur. Po, dhe këtu kush kalon do kaloj me lejë dhe me pagesë. Më kupton? Po. Kina tash, Britania tash ka vajtur për t'i prishur këto ishujt artificial dhe për të thënë që këtu s'keni sovranitet, se këto kanë qenë ujra, këto janë ishujt të ngritur nga ju dhe ne nuk i njohim. Kupton? Dhe të shikojmë çfarë do ndodh. Nuk e besoj se është Britania në gjendje që t'ia hyjë një konflikti ushtarak me Kinën. Besoj që janë pjesë e një përballje të fuqishme ekonomike, gjitha këto që po ndodhin. Edhe alianca me Tajvanin bëhet për shkak të shqetësimit për ekspansionin ekonomik të Kinës. Nuk e respekt për Britaninë, ti e shikojmë si fuqi e madhe. Po jo, unë besoj që jam realist. Edhe Izraeli po kërcënon Jemenin, Iranin, Irakun, Libanin, Jordanin, Sirin, gjitha vendet që ka përreth, dhe Egjiptin. Po të gjitha këto i bën sepse ka një çek të bardhë nga Amerika, një 4 miliard dollar që e merr vit për vit, merr dhe një 4 të tjerë, jo nuk është celularin, merr dhe një 4 të tjerë nga Franca, nga Britania dhe nga Gjermania. Furnizimet me armatim që e ka të pakufizuar, ka dhe aty një çek të bardhë, mund të kërkojë ç'të dojë, dhe ashtu sigurisht që ti mund të bësh trim. Shikon, nëse nesër SBA vendosin që shqiptarët duhet kthehen në kufin që kanë pasur në kohën e Ilirisë, edhe të shpallin Ballkanin tokë të premtuar nga Zoti për shqiptarët, nuk do ishte fare çudi që 5 milion shqiptarë sa kemi mbetur neve në Ballkan, të komandonin gjithë Ballkanin. Se qofse ti më jep pa kufizim sisteme raketore, avion, tanke, sisteme mbrojtëse, normal që do t'i marrë do t'i vë përpara, unë gjithë vendet që kam. Se ta bëra këtë pyetje unë për Britaninë. Luftën e fitojnë ata që kanë finansat gjithmonë. Tash të bëj një pyetje të vogël, si e mendon ti? Paraja kur emetohet zakonisht jepet o kredi nga privatët, o në shtet, o në bankat e nivelit 2. Të cilat e marrin për shembull me 2% e japin me 4% ose me 5%. Dhe fitojnë dhe ato. Po bankat e nivelit 2 janë si ujku që anë Prengjël e Luani. Luani janë këta që e prodhojnë. Sepse bankat e nivelit 2 për shembull mund fitojnë 2% nga dhënia e kredisë paras që këta e marrin nga bankat qendrore, po ka 2% që kanë shumë shpenzime, se kanë syra, kanë punonjës, kurse këta e presin dhe direkt e o japin me 2 punëtor të shtypshkronjës. Dhe këto para për 10 vjet duhet të kthehen, ose për 20, po e them, ose 25 vjet, se nuk ka kredi më afatgjata. Tashi kur këto parat kthehen që janë prodhuar këto 25 vjet, depozitohen diku apo jo? Po. Kush i mban këto para? I mban Trumpi? I mban Putini? Bankat qendrore. Po kush i ka bankat qendrore? Po varet në Shtetet e Bashkuara, banka qendrore është private. Të janë Rothschildët e kanë. Kupton? Po, është pak i ndryshëm sistemi në Europë. Në Europë ta mbaroj logjikën. Dhe parat pa fund i kanë Rothschildët. Nuk kanë këta të tjerët para, këta janë mbytur në borxhe. Trumpi po përpiqet të laj borxhet që ka ndaj këtyre. Rusia nuk ka borxhe. Kina e njëjta gjë, vendet e tjera e njëjta gjë. Gjitha shtetet kanë borxhe ke këta. Kina madje është dësotruese e një pjesë të madhe të borxhit amerikan. Mirë, ka bler borxhin amerikan, po në anë po pra ka pozitiv bilans. Edhe Kina ka borxhe afatshkurtra që i merr ke këta. Dhe parania presin këta juanin. E kanë këta, nuk ka bank të vetëm Kina, e kanë këta Rothschildët. Unë e di që ka bank qendrore kineze. Nuk kanë. Aty ku s'kan këta bank bëhet luftë vëlla dhe përmbysën, nuk të lënë këta të mbash pushtet gjatë. Është vetëm në Kubë që këta s'ndryjnë, sepse është Vatikani, dhe Vatikani nuk i lejon që të ynë, sepse Fidel Castro ka qenë jezuit. Dhe janë dhe disa vende të tjera. Irani që duan ta shkatrojnë sepse nuk kanë bankë, ishte Afganistani që e shkatruan për bankën në lufta në Afganistan, që ta merrnin Rothschildët, edhe për opiumin dhe për arsye të tjera, po kryesisht për këtë. Ku ka një luftë,
janë Rothschildët nga mbrapa. Po në Shqipëri është parlamenti shqiptar. Dakor, pronari po nuk është ai. Është me letra kështu, po paran e prodhojnë jashtë. Pse nuk e prodhojnë këtu? Kanë shtypshkronjën të përsosur. Unë e di që prodhohet këtu. S'prodhohet këtu, para prodhohet në Francë. Leku shqiptar. Vetëm banknotat, ai bën këtu aq sigurt janë ato, bën një kartë monedë 250.000 euro. E bën këtu në shtypshkronjën shqiptare. Domethënë ka aq element të forta sigurie sa nuk mund të falsifikohet. Dhe shesin obligacione këta banka. Pra këto 250.000 janë obligacione, 200.000, 100.000, një banknot. E merr ti me një letër ke $250.000 në xhep. Dhe kur vjen periudha e maturimit, shkon e merr për 6 muaj. Kjo shtypet në Shqipëri. Kjo shtypet në Shqipëri, kurse 5.000 lekë, 2.000 lekë nuk shtypet në Shqipëri. Kupton? Këto janë paret e atyre. Pra kështu është. Jo, nuk e di, unë s'po them që s'ke drejti, nuk e di unë. Dhe në këtë kuptim, si mund të mendosh ti që Kabala dhe Anglia, që është qendra e Kabalës, është e dobët? Kur mos e shkonin në përmendje këtë? Shiko. Nuk thash që është e dobët. Po investuan ata qindra dhe Britania pa shëmban është e dobët. Rothschildët kanë qindra triliona dollar. Ata do t'i japin për mbrojtjen, për të fuqizuar Evropën, se deri dje kishin menduar që kishin 2 veglat e tyre, SBA-n dhe Rusin. Duket e zëm se këta i kanë dalë nga duart, so unë prap dyshoj. Po e zëm se i ka dalë nga dora dhe nuk është lojë, është kështu siç duket. Tashi ti mendon se do toleroj baba fëmijët, baba është miliarder, fëmijët s'kan brek në byth, do t'i bëjmë babës ata gjatë, do t'i bëjmë të fort. Unë nuk e mendoj kështu. Kupton, unë dua të jetë kështu. Po për të vazhduar atë analogjinë tënde, unë besoj që kur bie fjala për Britaninë në vlefson shumë. Britania. Mos harro që nuk e nënvlefsoj. Këto Rusia dhe qendra e botës është Britania, vëlla. Rusia dhe Amerika kanë qenë vegla të Amerikës. Nuk e nënvlefsoj fare Britaninë, po them ushtarakisht Britania për Ballkinës. Pa SBA në krah. Do ta shohim për 2-3 vjet. Që unë uroj që këta të mundën, Kabala, sa unë kam kaq vite që flas kundër tyre, që këta sociopat, këta të çmendur, jo me Kinën, në raport me vendet e bardha që dominon në Amerikë, që dhe Putinin, unë dëshiroj që këta të mos i mundin do ta. Po unë mendoj që sepse loja është e gjatë, në qoftë se Trumpi do arrijë të krijojë sukses ekonomik, në qoftë se do krijojë një bindje të gjerë të njerëzve për vlerat morale që po sjellin për familjen. Punësimi është rritur në 100 ditë e para, e morë vesh. Po. Dhe në qoftë se këto do sigurohen në plan afatgjat 3 vjeçar, domethënë afatmesëm, ta quajmë, atëherë është e garantuar që do fitoj një dysha, mendoj unë, Vance dhe ky Rubio do fitojnë edhe 8 vjet tjera, mendoj unë. Qoftë se këta do vazhdojnë atë 4 vjeçin e parë mbas Trumpit, do ta vazhdojnë politikën e sukseseve, mund ta marrin dhe një mandat tjetër 8 vjet. Domethënë, në qoftë se i llogarisim rreth 11-12 vjet që lufta të jetë afatgjate kështu, pastaj do ta shohim. Më kupton se si do ndodh, por mos harro që Kabala është shumë e fortë, ka 300 vjet që zotëron, ka institucione pafund, ka kënetën në Shtetet e Bashkuara, të cilët nuk do rinë dorë kryq, do punojnë vazhdimisht, dhe Trumpi ka shumë sfida lufte, sidomos borxhi i madh kombëtar, 33 trilion baraz me buxhetin e një viti, edhe më shumë bile se ka shkuar 35 trilion, 36 trilion. GDP-a i një viti është më duket se ke 31-30 trilion. Domethënë është borxhi 120% i GDP-s, nuk është pak, 110% sa i bie. Pra, Trumpi ka shumë sfida dhe për këta po përpiqet që të mos ketë varësi nga këta. Por, unë dyshoj ke Trumpi vetëm ke çështja e Izraelit. Në qoftë se Izraelit do t'i kthej kurrizin, nuk them ta luftoj, por mos e mbështes për ato aspiratat e veta, atëherë do bindem që Trumpi është vërtet kundër tyre. Pastaj, në qoftë se do vazhdoj kështu të mbështesë Izraelin e madh, kryeqyteti i Izraelit, kjo çfarë quhet, që Jeruzalemi që njëjti Trumpi,
edhe këto goditja e Yemenit për favor të kësaj përpjekjet për të goditur Iranin, domethënë më futin shumë dyshime se Në Iran se besoj kur që do të ndërhy Trump. mirë, Trumpi mendoi unë që po përpiqet ta shfrytëzojë që ta bëjë Iranin për vete, që mos i shes Kinës naftë, dhe njëkohësisht bisedon dhe për interes të Iranit dhe për interes edhe të Amerikës, që Irani mos bëhet fuqi përthamore, që mos kenë mundësi ta komandojnë, se fillon bëhet arrogante, pastaj në rajon, dhe është një rajon shumë i rëndësishëm që energjetik i botës. Trumpi aq më shumë që hoqi dorë nga ato politikat për të shfrytëzuar si rezerva energjetike këto energjitë e erës, energjitë diellore, këto trapleqet që futin këta agendat e këtij kryeministrit kanades të qelbësirës që erdhi tash aty në Mark Carney. Mark Carney. Kastriot, dhe një pyetje tjetër, si të duket kjo situata Indi-Pakistan? E njoh shumë pak. E njoh shumë pak. Kanë hyrë në një konflikt me njëri tjetrin, më duket një konflikt i stisur, me një incident që ndodhi me ca vrasje në ato kufijtë e njëri tjetrit. Dhe të dyja palët tash kanë bërë gati ushtrit për të sulmuar njëra tjetrën. Po dihet është një rajon që ka 1,5 miliard banor. Aty mund të jetë Britania mbrapa. Të dyja së bashku, Për spionazh e për diplomaci janë të vetmit. Britania E për intriga ndërkombëtare. Britania Janë kampion bote. Dhe kampion për të futur undët dhe për ta lënë Po pra. edhe vendin ton të prapambetur vetëm me emigrant është Britania, sepse në politikat e saj shtylla qendrore është lëri vendet të pazhvilluara dhe në ignorancë. Kjo është kush cilat vende përpiqen të ndërtojnë rrugët, siç po përpiqet Bashkimi Evropian. Po pra, prandaj të thash parë, ata nuk ushtarakisht nuk janë sot ata të bëjnë luftë me Kinën e me vende të atij niveli. E ke gabim. Por intriga po. Ata për ushtarak kanë qenë njëshat e botës, luftrat që kanë bërë ata janë të papara dhe të gjitha i kanë fituar. Kudo që ka hyrë Britania, në Indi, ku hyn Britania fiton gjithmonë. Edhe ishte Rusia në luftën dytë botërore. Se po i afrohemi 9 majit. Mirë, dakord, po i gjetëm mish për top, ata dhe pa Rusinë fitonin, se deshin ta fitonin me gjakun e tyre. Po në të dyja luftrat kanë shkuar, kanë trokitur në Washington, Amani na ndihmoni. Ku hyn Britania ka fitore. Shiko, Amerika asnjë luftë dhe në luftën e Gjirit e kudo ka qenë vagoni Britanisë. Britania nuk shfaqet. Por qoftë në këto revolucionet që u bën në zonën e Magrebit dhe në lindjen e mesme, qoftë në Ukrainë, kudo e para që projekton skemat është Britania. Dhe Amerika po ta njoh, po them për geostrategji, për diplomaci, spionazh, e në vlerëson Britaninë. Britania u po them kampion botën në geopolitikë, kampion botën në diplomaci, në spionazh, në rrëzimin e qeverive, në krijimin e konflikteve. Edhe në ndarjen e shqiptarëve, kryesorja është Britania, ne dim Rusinë, po Britania me Francë. Unë po them ushtria britanike, një përballje me Kinën nuk e ha dot pa mbështetjen e Amerikës. Kaq them. Po, dëshiron të flasim për ndonjë gjë tjetër, Kastriot? Në një çështje çfarë të ka ngelur në një merak për ndonjë temë, kështu që unë më ka shpëtuar nga biseda ose nuk e di që kanë. Me që pak ditë ngelen nga zgjedhjet, doja thonë një dy fjalë për këto zgjedhjet tona. Po, do të bëj një pyetje, më kujton në fund se është shumë e bukur. Po ma bëj tani pyetjen, unë e mbaj mend ç'do them. Shiko, do të them diçka, mund duket e çuditshme dhe për çdo njeri shpeshherë zgjohet në mëngjes dhe ka disa gjëra që i ka pas të paqarta për muaj me radhë ose vite, ngrihet i sqaruar. Unë mendoj që universi vibron në disa lloj frekuencash që njerëzve në bazë të portave që ata kanë të hapura, ju dërgon me telepati informacion. Sepse vetë universi është një librari e madhe informacioni. Varet çfarë kërkojmë ne, një lloj si në chat GDP, duhet kërkosh diçka që të vi. Qofse ti se kërkon, ke të mbyllur, s'të vjen. Kështu është dhe universi. Ka shumë njerëz që kanë pasur begime dhe unë ndonjëherë për radhë më vjen ndonjë ide kur zgjohem në mëngjes. Dëgjova ministrin e jashtëm Lavrovin në një intervistë për një nga këto amerikane, ndoshta ishte në Amerikë, ndoshta i kishin mbajtur atje në Rusi, në një vend tjetër, nuk e di, po më duk sikur ishte në Amerikë. S'më kujtohet emri i televizionit, më duket se SBS në Shqip. Dhe e pyetën për
armatimin nuklear që po vendos Rusia në hapësirë. Dhe i tha, është Rusia duke vendosur armatim në hapësirë? Ai nuk e pranovi, pas nuk e movi, por tha kështu, që kur është diskutuar në OKB, kjo tezë, tha, pa filluar luftrat, në Këshillin e Sigurimit, ne kemi kërkuar që të mos vendoseshin armë në hapësirë. Dhe të gjithë anëtarët e Këshillit të Sigurimit, me përjashtim të Shteteve të Bashkuara, ishin dakord. Shtetet e Bashkuara nuk pranuan, të nënshkruanin një marrëveshje të këtillë. Kështu që mos ta kërkoni llogarit tani. Ashtu. Ajo e pyeti prapë dhe ky i tha ta thashta që Shtetet e Bashkuara nuk kanë dashur që të vendoseshe ky rregull që e kërkuam ne. Pra nuk tha që ne nuk kemi armë. Po, ata e ka dhënë përgjigjen. I kemi dhënë ose do t'i vëmë dhe nuk pyesim njëri derisa s'ka marrëveshje. Tashi do them unë një diçka për atë që ta nisa dhe pastaj do thuash ti mendimin tënd. Sot natën më doli gjumi dhe po mendoja diçka që shumë ignorant do qeshin, do thonë çfarë thot ky. Sipas teorisë tokës së sheshtë, të cilën unë besoj, thuhet që dielli dhe ana janë 5000 kilometra larg nga toka. Ndërkohë, raketat nukleare kanë gjatësi 12.000 kilometra gjatësi. Rezerveprimi. Pra, e te kalon të paktën 2 fish distancën e anës dhe të diellit sipas teorive të tokës së sheshtë. Tashi këta po flasin për një rivendosje të madhe. Dhe këto agenda nuk janë njerëzore, këto janë mbi njerëzore. Ne ndoshta jemi si ata peshqit në Baskë dhe nuk e dim kush i bën këto agenda. Nuk e njohim peshkatarin. Dhe unë u tmerova nga një ide që sikur këta të godasin hen dhe diellin me armë nukleare. Dhe thuhet që edhe diametri diellit dhe janës shi barabartë, prandaj kur ka eklipse ato përputhen një lloj, kurse këta mashtruesit thonë është 150 milion kilometra larg dielli, po është kaq herë më larg anës dhe kaq herë më i madh dhe prandaj duket një lloj sikur është i barabartë me anën. Dhe domethënë u tmerova nga një ide e tillë, sikur këta të kenë menduar që vetë të futen nën tokë dhe se Naimi thot pellazgët kanë qenë para se të ishte ana në sistem. Ka shumë shenja, popuj të ndryshëm në Amerikën Latine e fillojnë historinë jo me para Krishtit, po para anës dhe mbas anës për Aztekët. Dhe mendohet që ana është vendosur 12 ose 13.000 vjet para Krishtit, që siç i themi në historisë. Dhe këto i thonë dhe shumë autor të ndryshëm. Dhe mos quhet rivendosje madhe sa herë këta rrëzojnë ndonjë anë dhe vetë fshihen nën tokë dhe goditet ana. Unë do ta lë këtë si alternativë siç e the ti, sepse ky duket një budallëk i madh, por nuk e di, unë u tmerova nga kjo ide natën dhe u ngrita e thash sikur këta të kenë këtë plane, Klaus Schwabi me këta, se këta kanë hotele, kanë poshtë, mund të rinë me vite. Dhe rrëzimi i anës mund të jetë një objekt i fuqishëm që mund të bjerë në oqean dhe mund të shkaktojë përmbytje të mëdha dhe mos ndoshta këto përmbytje të mëdha shkaktohen nga një proces të tillë që ata realizojnë sa herë që nuk kontrollojnë dot njerëzimin. Unë nuk e besoj se është e mundur të rrëzohet hënën në tokë, por nëse do të ndodhte një impakt, një përplasje midis të dyjave, besoj që do ishte fatale për tokën, sepse vala e tërmeteve që do shkaktojë do të ishte e papërballueshme. Por më tej nuk po debatoj me ty, sepse ti e di që unë nuk jam i thari teorisë tokës Ka që çmendur sa mua. Jam, jo, nuk s'ta gjëjshme, do të them që ti besoni gjë, unë besoj një gjë tjetër. Unë besoj që është sistemi heliocentrik, dielli është në qendër dhe toka është satelit dhe ka formë sferike. E bëjmë me që jemi para zgjedhjeve. Bëjmë ndonjëherë të temë. E bëjmë. Me që jemi para zgjedhjeve, kemi pak ditë. Unë përpara fillimit të fushatës do doja të kishte pasur dhe kam thënë shpesh në çdo media, edhe në profilin tim në Facebook, një aleancë të madhe të gjithëve kundër Ramës. 12 vjet në pushtet, edhe babai im ishte, edhe Krishti ishte, unë do doja të ikte. To partitë e vogla mos po ndihmojnë pa dashur Ramën të qëndrojnë në pushtet? Ajo duhet vi. Dhe mendova, me sa duket kam gabuar, se ishte Berisha që nuk e donte koalicionin me të gjithë. Sepse për mua, formula është fare e thjeshtë. Nëse votojmë të gjithë me listë të hapur, nuk kemi debate.
Se s'ka rëndësi që unë ty të kam vënë 37 në Tiranë. Po. Nëse ti ke votat të tua, ti merr ato votat e tua. Ndihmon dhe koalicionit fitojë dhe njëkohësisht bëhesh ti deputet, nuk bëhem unë, por fiton koalicioni im. Fakti që nuk pati një koalicion të gjerë ashtu siç do doja unë me të gjithë faktorët relevant, më bërdi të mendoj që ishte faji i Berishës, që Berisha kushtozonte leadershipin e vet, faktin që ai është potencialisht kryeministër nëse fiton zgjedhjet pas 11 majit. Dhe kam vazhduar ta bëj këtë debat si thuaç ti bie pragu të dëgjoj dera, sepse unë s'kam akses në asnjë nga partitë politike shqiptare, por duke folur publikisht kam bërë vazhdimisht thirrje për afrim të pozicioneve. Nëse nuk pati një koalicion para zgjedhor, të shtrohet rruga për një koalicion pas zgjedhor. Tani kur I shikoj të gjitha këto partitë e vogla që thonë nuk e votojmë Berishën as se kur të fitoj zgjedhjet. Unë I provokoj, disa dhe I njoh personalisht, dhe I ngacmoj I them, okay, e keni me Berishën apo e keni me Partinë Demokratike, se ndryshon shumë gjëja, se kundër Berishës kryeministër jam dhe unë. Për të njëjtin argument që duhet hiki Rama, siç kam dhe 1000 arsye të tjera për ta larguar Ramën, po e para njëri që ka bërë 3 mandate, unë e kam qendrimin të shprehur, të botuar të paktën që nga viti 2022, që nuk duhet të ketë 3 mandate për asnjë funksion kushtetues, përfshi dhe kryeministri. Dhe derisa Berisha I ka bërë 2, madje ka bërë dhe 2 si president, unë nuk duhet ta shoh me Berishën, as president, as kryeministër. Po mund të bëhet kryetar e parlamentit, nuk ka asgjë të keq. E njëjta gjë vlen për Ramën dhe për çdo tjetër që tenton të marrë atë mandat. Mirë, po nëse këto parti të gjitha zbulojnë se nuk e kanë vetëm me Berishën, pra nuk është se e kushtozojnë votën për koalicionin opozitar me kushti që të mos jetë Berisha kryeministër, dhe unë këtë rast do t'i mbështesja me të gjitha forcat, ta thanë jo, ne nuk krymë asnjë lloj koalicioni, po më fal. Çfarë do zgjidhesh ti me votat e tua? Supozojmë se në skenarin më të mirë të mundshëm, të besojmë që sondazhet që janë botuar deri tani janë 100% vërteta, që zorse është, po e jap këtë, po ja ato që quhet përfitimi I dyshimit. Pra, kemi Arlind Qorin, Pano Soko dhe Endri Shabani, se më tepër se 3 deputeta ta zbëjnë dot në Tiranë me 10%. Futet Agron Sheaj me 2 të tjerë. Futet edhe Dashamiri Shehi në Daç bashkë me Elen Keleta Libeaj. Futet edhe Lulzim Basha. Çfarë si ka? U bën 20 deputet të partive të vogla. Bëjnë dot qeveri? Jo. Nëse nuk I japin votat as PS-s as PD-s, çfarë do të ndodh? Zgjedhjet parakoshme thon ato. Po mirë, dakord. Ja u bën një qeveri teknike, u bën zgjedhjet parakoshme. Nëse përsëritet pak a shumë I njëjti rezultat, se zorse përmbyset bota për 6 muaj. Lëvizjet të vogla do jenë. Çfarë do ndryshoj? Ja iku Berisha, se nuk do të bëj dot qeveri, do ta quaj veten humbës në 12 maj, do japë dorëheqje Berisha. Nëse ti thua unë s'e kam me Berishën, po e kam me PD-n, ti nuk ofron alternativë. Dhe çfarë mendon ti? Agron Sheha, Arlind Qori, Adriatik Lapa, Endri Shabani, Dashamiri Shehi, gjithë me radhë, deri te Krishnik Osmani dhe Elena Kocaqi. Që do fitoni ju të vetëm zgjedhjet? Po ju nuk jeni as aleat njëri me tjetrin. Se po të kishin bërë këta të gjithë një koalicion bashkë, kishin krijuar një pol të tretë, e po do thonim që kanë ofruar një alternativë. Harroni PS-n dhe PD-n që ju mu kanë drejtuar 35 vjet, dhe ja ku e keni qeverinë e re. Votoni të gjithë këta bashkë, edhe të gjithë bashkë ta bëni një qeveri semafor me të gjitha ngjyrat. Po këta nuk janë as bashkë. Dhe nuk japin shenja që mund të jenë bashkë nesër. Atëherë konkluzioni është që duke e ditur që ne kemi një sistem proporcional rajonal që thjesht ndarja 12 qarqe humbet 4 mandate. Unë I kam bërë llogarit me laps dhe me makinë shkrimi për të gjitha zgjedhjet që kur është ky sistem fuqi, që nga zgjedhjet e 2009-s. Në çdo zgjedhje humbasin 4-5 mandate vetëm për shkak të ndarjes rajonale. Dhe 4-5 mandate të tjerë humbasin për shkak të metodës së numërimit, se njerëzit kujtojnë që pjesëtohet në mënyrë të thjeshtë numri I votave me numrin e deputetëve që duhen për të nxjerrë një mandat. Pra 11.000 po themi, ke marrë ti 22.000 vota, 22.000 bëjnë 2 mandate deputeti, por në fakt nuk është kështu. Përdoret metoda dhomtë që këta nuk e thonë. Madje as partitë e vogla nuk e ngrenë si shqetësim. Që është një metodë që favorizon 2 partitë e mëdha dhe diskriminon të gjitha të tjerat. Se është një formulë e komplikuar, nuk është pjesëtimi I thjeshtë. Pra shkurt për ta mbyllur me keqardhjen më të madhe, e them edhe në këto zgjedhje ne nuk kemi alternativë më të mirë se sa koalicioni ASHM. Po, shiko,
Dhe duhet votuar ky koalicion, brenda koalicionit zgjidhni deputetin që ju duket më afër vlerave tuaja morale dhe politike. Këto partitë e vogla, për mua, janë krijuar nga disa njerëz të papjekur, pa eksperiencë politike. Këta din çfarë duan, por Më hajnë kumlla mua, do bëhen kumllat se më hajnë mua. por nuk din se si ta marrin atë që duan, ose të marrin optimumin. Këta sa kalamajnë, sa spurdhjak të papjekur, ynë në lojë vetëm me qëllime egoiste. Ta marrim ne, ta marr unë, të bëhem unë, ose një shoku im këtu, ne të dytë ta marrim, pastaj do fillojnë të zihen me njëri tjetrin, dhe nuk pati një burr plak nga mendja aty që ti bashkonte dhe ti mblidhte. Dhe t'ju theshte, o çuna, ju do merrni, Po se pranojnë pra. ju prit. Se mund ta kishte bërë Berisha, por nuk e pranojnë. Da i qojta kështu pra. Ti dëgjove si i qojta. Njerëz pa eksperiencë, pa këshilltar, kupton, në politikë. Dhe këta nuk, me sa shikoj unë, nuk njohin as sistemin zgjedhor. Nuk njohin as kodin zgjedhor. Dhe nuk e di nga nipur kalit mbrapsh, edhe bëhen si luan, edhe më duket si ai Don Kishoti që bringëllon armët, majtas, djathtas. Këta mund të prodhojnë 170-180.000 vota, mendoj unë, të gjithë së bashku. Mirë, për shkak të sistemit me 12 rajone, këta do të digjen të gjithë. Kush do lërë 3.000, kush 4.000 në një rajon zgjedhor. Kush 5.000, të gjithë bashkë mund të lënë 20.000 vota që do t'ja marrin partitë mëdha. E njëjta gjë do të ndodhë në rajonet e tjera, ku më pak e ku më shumë, pra këta do kenë rreth 180.000 vota, e mendoj unë. Dhe koha do ta tregoj, plus minus. Dhe këtyre do t'ju përkthehet 180.000 vota, do t'ju përkthehet maksimumin në 3-4 mandate. Ja, po them 5, po e jap kështu. Dhe përsëri këta janë të paqartë, ashtu siç e shpjegove ti, se nga do shkojnë edhe nuk kanë skemë se si dilet nga rrugë zgjidhja. Këta kujtojnë se Shqipëria është një plashkë tregu, kështu që mund të sillen në mënyrë të papërgjegjshme, bëjmë zgjedhjen prap, vetëm që të bëjnë këta kryeministra, kupton? Dhe nuk bien ujdi dhe të mendojnë si patriot. Edhe këto gjëra zgjidhen në mënyra fatgjatë, ndiq programe, ndiq vija politike të caktuara, krijon mbështetje popullore dhe me kalimin e viteve, po politika është lirosh të ngo. Nuk është politika e verbër. Këta po ndjekin politikë të verbër. Ngrihet ai shej që ishte në PD dhe do bëheshe deputet pas një shpenzim me $4-5.000, mund të bëheshe deputet shpenzime. Tashi po shpenzon $500.000 ra nga Kina dhe prap nuk dihet a do bëhet apo jo. Jo, se ka problemi me këtë. Deputet, Ai ka të drejtë të provojë peshën e vet politike dhe të dalë në zgjedhje. Po jo të thotë unë s'bëj koalicion me PD-n as pas zgjedhjeve. Se çdo bësh më që nuk bësh koalicion. Dalin publikisht dhe zihen me atë lapajn. Kupton? Një tjetër zihet me një tjetër, të gjithë zihen me njëri tjetrin. Po pse o turuar? Po bëhuni bashkë, gjeni një gjuhë, gjeni një formulë brenda koalicionit, kush merr vota më shumë, ai do ketë të drejta në shkruajini ke noteri, jepini dorën njëri tjetrit, edhe mundini këta, ose bëhuni faktor. Merrni votat tuaja, merrni 17-18 vota, dhe pastaj shikoni mundësinë se si mund të manovroni, që të fitojë dhe Shqipëria, të fitojnë dhe këta, dhe vendi të ecë përpara. Po kështu këta nuk fitojnë, Shqipëria nuk fiton, vendi futet në kolaps me këto lloj skemash, sepse mund të ndodhë edhe që dy partitë e mëdha asnjëra as tjetra mos bëjnë dot qeveri vet. Kupton, dhe këta të jenë faktor. Tash këta çfarë do bëjnë, as me këtë, as me këtë? E do bashkojnë dy partitë e mëdha bashkë. Po çdo gjë mund ndodhë, po tani, kupton? Po pastaj bëhet e detyrueshme se një qeveri duhet bërë. Po prap, çdo gjë mund të ndodhë. Kupton? Këta e thashun nuk din se çfarë nuk duan, por nuk din ta fitojnë atë që duan, të maksimalizojnë atë fitoren e tyre. Njëri goshtës, njëri çekanit, unë jam i bukri, unë jam i mirë, se ky tjetri, ne kemi armik Ramën, po Rama po ju vjedh votat, pra Rama po ja u merr shumicën e votave tuaja, bashkë me Berishën. Po ju vjedhin votat, sepse ju s'dini të bashkëpunoni e të jeni me njëri tjetrin. Shiko, do të tregoj një rast, ne kemi pasur raste kështu me Berishën kur kam qenë unë ke balli kombëtar.
Berisha në fakt ka qenë njeri që manovronte, tolerante, kushti ti ishte që ti ishte ujë mbi ujë komandanti, pastaj nuk kishte rëndësi se çfarë ngjyra kishin ushtarët, ishin të ballit, atë legalitetit, atë republikanëve, mjafton që të njihnin ata për komandant, për kapiten anije. Dhe mbaj mend një herë kur do bënim një koalicion më 2001 që ishte koalicioni Bashkimi Përfitore, dhe kam qenë në një moment kështu negociator nga anë e ballit. Edhe ishin republikanët, ishin këta mbretërorët, edhe këta mbretërorët kishin në bisedë më duket se nuk më kujtohet kush ishte në bisedë atëre, ka qenë Max Begea nga republikanët dhe isha unë nga balli. Dhe i drejtonte Ridvan Bodja bisedimet. Dhe ram dakord që ne do menim nga 8% të votave të koalicionit të përbashkët. Do me thënë ka si bie 3 parti, Republikania, Balli dhe Mbretërorët, do menim 24% të votave. Tashi tel Ekrem Spaia, që nuk ishte në bisedime, nuk e mbaj mend kë kishte dërguar atëre. Dhe ne bllokoi bisedimet. Thot, mi po Fatmir Mediu që në Amerikë. Edhe kur e bëri këtë propozimin Ridvani, tha Max Begea, tha, ishte nënkryetari i Partisë Republikane, dhe tha, do pyes Fatmirin për këtë formulë që mi jepni në telefon, sepse ai është në Amerikë dhe do t'ju them. E pyeti, tha Fatmiri, s'ka problem. 8% dakord. Ekrem Spaia zveshte, unë dua 8.1. Sepse në zgjedhjet e fundit lokale, tha, ne kemi dalë çik më mirë se këta dy të tjerë. Kishte dalë i dyti në zgjedhjet lokale, më duket në Thenancë. E thot, dua unë thot 1% më shumë. E i thot Ridvani, po çfarë duhet kjo 1% që i thot? I thot, më duhet që kur të dalim në për tubime dhe kështu kur të hyjmë në për takime, si përfaqësues të opozitës, unë të jemi dyti mbas Berishës. Mos jetë Fatmir Mediu. Mi po pse e linte Fatmir Mediu, tash jo, në asnjë mënyrë 8% të gjithë, të barabartë, se Fatmiri dësh dilte i dyti gjithmonë mbas Berishës. Edhe e merr Berisha si duket në telefon. E thot, o Fatmir, për lere, ma i thot, se s'kemi çfarë t'i bëjmë me Kremit, thot. Jo se le, thot ajo. E vjen Berisha aty në takim. Ishte shumë i nxehur, bisedime 8 orë, 9 orë, për 1% që kërkonte Ekrem Spaia. 1 apo 0,1%? Se the 8.1%. E mo, 1%. Po 0,1%. 0,1%, më fal. Okej. Se tash më kujtoa kjo bisedë që po flis një tip për këto negociatat. Është shumë e lezetshme. Edhe Berisha dha. Dhe me Ridvani në telefon, i thot, o Ekrem, thot. Për le më burë se një lloj, ja të japim në fjalën që ti do ishi dyti e kështu, deshin me e kalu kështu shpejt e shpejt. Jo, ja bënde Ekremi. 8.1 unë ja bënde ndryshe nuk e firmosim në. Edhe e merë Berisha, i thot, ma e pëmojnë që në telefon e Ekremi. I thot, o Ekremi, thot, po qa ke më burë, i thot. I thot, po pse s'do ti? Po jo, më tua, thot, po s'do Fatmiri, thot, tash i thot, për këta, thot. Ne të ballit, tham, le ta zgjidhim mos si tu, ne dakord jemi, marrim 8%. Nuk ka problem, le ty i dyti kush të dojë. Nuk qanim kokën e ka këto i qërë. Edhe, i thot, dëgjoj, thot, doktori, thot, pasi foli Berisha janë qerekore, s'po janë mbushtë do të mendjen, dhe i iku zari, edhe i thot, se dhe mbreti, nalt madhënia, i thot e i thot Berisha, o Ekremi, thot, po ti ishte i nalt madhënia i parë, thot, jo, ky nalt madhënia i dytë, thot, po, thot, mund të ketë ngritur ty, thot, këto gradat shumë, i thot, po ti ishte i nalt madhënia i parë, thot, ty s'të kishte bëra stallari, thot. Nuk i tha stallir, po edhe unë. Stallari, tha, si duket është dialekti tropojës. Ai nuk të kishte bëra stallar, tha. Po çfarë ti bëj këtij nalt madhnis dytë unë që më ka lënë të merrem me ty, tha. Që po ma heq truri. Edhe negociatat janë shumë të vështira me këto partit. E kupton ti, unë të tregova një rast se kam me 10 me 100 raste si ky, domethënë në për negociata, në për me orë, me ditë të tëra, me për gjëra absurde, shumë të vogla, kupton? Janë shumë të vështira negociatat, sidomos sa më të papjekur ti je në këta
liderat politik, aq më të vështira e negociatat. Sa më të pjekur të jenë liderat politik të partive, aq më shpejt e bën marrëveshjen e gentlemanave, kupton? Me këta lepurusha ose stan me lepura, është e vështirë të mbahen lepurat pas tan. Ta mbyllim këtu Kastrio? Mbyllim. Ju uroj natën e mirë nga unë Alfred Sako dhe Kastrio Qipi këtu, miku im, dhe mos harroni të bëni subscribe. Jemi në garë me kohën, dua që brenda majit t'i kalojmë 10.000 subscribera. Sa po arrim 9.000 subscribera, e kemi kaluar, më thot regjia, jemi 9.010, jemi në sfidë së bashku ju miqtë e mi dhe neve, këtu që po vëm bas që brenda këtij muaji duhet t'i kalojmë 10.000 dhe këtu do bëjmë një tortë të madhe nga Okult dhe do t'ju falenderojmë të gjithëve. Edhe njerë nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim.